Lori nuk është dashur të shkoj as në gjykatën kushtetuese sepse ka pas një afat kohor prej 30 ditëve që të zgjidhet presidenti. Dhe ajo çka po thot Albani nuk qëndron për shkak se e ke pas mundësinë dhe jo me ardhur deri në orën e fundit të kohës së shpenzimit për me zgjedh presidentin dhe që është i mësh seancën në ora 10 natës dhe këtu e di që nuk ka vota të mjaftueshme sepse ne të gjithë e dim që i kanë 66 vota dhe nuk i kanë 80. Edhe që në mojnë seancë dhe thonë që nuk mundem me zgjedh presidentin. Krejt ajo që ka është loja e kryeministrit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje është që nuk ka dashur me ulën tavolinë me partitë politike dhe me gjetë një kandidat konsensual. Unë interesant sa herë të vjen koha për me diskutu me partitë politike shqiptare, asnjëherë nuk gjenë ndaj marrëveshje. Me serbët shumë lehtë e bën një marrëveshje në Kurti dhe nuk është bë problem. Kështu që vjen shumë interesant. Ju e dini shumë mirë për cilën po flas, kohëve të fundit të cilën e keni bë, dhe ajo që është më e rëndësishmja është që tash uroj që kryeministri Kurti të thirrë partitë opozitare, liderët, të diskutojnë dhe të agjojnë një kandidat konsensual. Është shumë e thjeshtë, por derisa nuk kanë mujt me gjetë një kandidat konsensual, krejt kjo i bartët lëvizjes vetëvendosje, sepse këta kanë shumicën parlamentare dhe ne të gjithë e dim që këta kanë mujt me zgjedh presidentin. Asnjëherë në të kaluar nuk ka ndodhur me u zgjedh presidenti pa bashkëpunim politik. Kështu që ky ka menuar që nësi e ka zgjedh qeverinë, i bëni ministrat, u zgjedh vetë kryeministër dhe tash nuk është problem për presidentin. Jo, ajo i takon pikërisht lëvizjes vetëvendosje. Përgjegjësia i takon atyre për me mujt me bën një konsenzus, me u dakordu. Kjo ka mujt me ndodh para një muaji, edhe mu zgjedh presidenti. Kështu që këta mundën me fol çka dojnë, mirë po përgjegjësia kryesore i përket lëvizjes vetëvendosje. Bajrami.